Analisti Frok Çupi thotë se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është lider i djallëzuar. Ai thekson se kjo forcë politike ka zgjedhur 11 prillin për hapjen e fushatës, datë që përkon me vdekjen e ish-diktatorit Enver Hoxha. Çupi u shpreh se Berisha zgjodhi këtë datë pasi ka detyrime ndaj komunistëve. Jam i sigurt se me të gjitha djallëzit dhe lidhjet e PD-s megjithatë përveç djallëzisë të liderit të tyre, i cili gjatë gjithë kohës le të kuptohet se ka lidhje me agjencitë fsheta, me vetë policitë sekrete rreth e rrotull dhe ka detyrime ndaj tyre, të tjerët janë budallënj. Të mos e kapësh këtë gjë, ajo është ditë që e ka vulosur Enver Hoxha, nuk rivule Sali Berishës mbi vulën e Enver Hoxhës. Shfaqet kaq hapur sa ishte përpjekur të ambulonte faljen e detit në shpërblim të ardhjes në pushtet. Edhe në Bruksel shfaqet Dora Bakojanis, pse ka shpresë? Ka mbetit e agjenturave Vorjo e Pirjote, ka shpresë se Sali Berisha dhe grupi i tij do ngjallen. Duket si një aventurë. Shqipëria është anëtare e Bashkimit Evropian, pavarësisht se vendimi merret nga vendet e tjera. Ka një shpjegim të situatës, një opozitë edhe kur është normale. Në popullin e vet gjen alternativa që nuk janë plotësuar, te ne është plotësuar e tërë fusha. Jemi në një situatë ku janë mbuluar zjarret, gërmadhat që shkaktoi Partia Demokratike, edhe armiqësitë janë mbuluar, thotë ndër të tjera Çupi, teksa analizon aktualitetin politik dhe nisjen zyrtare të fushatës elektorale në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.